Lere tani s'ka lidhje, se kjo ishe përbatu. Te programit, lutem, se kemi 20 minuta. Te programi edhe fushata, Blendi u tha që keni një ngjashmëri me Ramën tek atletet, por unë doja ta shifja pak te fushata, duke se ku keni një fushatë të ngjashme edhe me Ramën, nuk shohim në diferencë, ndonse ju keni kontraktuar një strateg si Kris Lasivita e para. Pra çfarë solli Kris Lasivita të re, të ndryshme në fushatën tuaj? Nxirr dyshin ta shohësh. Dhe e dyta, nëse është i vërtet lajmi i publikuar në Wall Street Journal 2 ditë më përpara, që edhe Kris Lasivita është paguar një faturë të konsiderueshme e cila vlerësohet mbi $1 milion. Kapelen Lasivita e solli? Kapelja ka simbolin e numrin e mbajtur kur njishin. Ke 34 vjetë që bëm fushata, zoti Berisha. Kjo është. Edhe unë kam 34 vjetë që ju ndjek në çdo fushatë. S'ke mbaj dherë kapele. Po, problemi është se edhe mbaj dhe se mbaj. E mbaj, po, kështu është e vërteta. Herë mbaj, herë se mbaj, po e mbaj se ka njishi. Po, dhe njishi është për të mbajtur, është frymzim njishi. Çfarë solli Lasivita në fushatë? Lasivita solli shumë në fushatë. Tani, e tërë fushata udhëhiqet prej tij. Dhe ka një rregull. Unë nuk jam njeri pa eksperiencë elektorale. Kam eksperiencë të madhe elektorale. Po për kaq sa keni bërë, mund ta kishni bërë vetë. Ja, po flas po. Por në qoftë se merr këshilltar, ti je si boksier në ring që do të dëgjosh trajnerin. Do ta dëgjosh. Kështu që në këtë kontekst, këshilltari e vërtetë është që përcakton në tërësi shumicën e të gjithë procesit elektoral. Çfarë keni dashur ta bëni ju dhe Lasivita jo ka penguar të mos e bëni? Ose çfarë ka vendosur Lasivita të bëni ndryshe nga ajo që ju keni patur menduar? Ai ka studiuar fushatën e kundërshtarit dhe ka dhënë rekomandime për fushatën tonë. Ai ka miratuar programin dhe ka studiuar programin tonë dhe i ka dhënë vizton programit tonë, me cilin ne jemi paraqitur. Jeni kënaqur ju nga fushata që ka bërë Kris Lasivita nga këshilla që ju ka dhënë? Tani, unë nuk them se programi ynë është program që i një force konservatore, por ai e ka pëlqyer programin dhe ai beson dhe ka besuar se ky program me sugjerimet e tij është programi që çon fitoren, që do pëlqejë më shumë nga shqiptarët. Së treti, fushatat kanë raportet e qëndrimit ndaj kundërshtarit dhe qëndrimit ndaj qytetarit. Domethënë, po ta thjeshtojmë, raportet pozitivitet, negativitet. Dhe ai dhe këtu ka atë orientimin e tij. Së katërti, fushata që drejtoi Kris Lasivita dhe Susan Willis sollën si risin më të madhe takimin, rezultatet e takimit, se takimi dihej. Por cili ishte mjeti më kryesor? Se shpesh varion. Për shembull, unë personalisht po marr veten time. Unë mund bëja një fushat ditë për ditë në televizione. Dhe ka që kanë bërë në këtë formë. Jo, risia e fushatës fundit të Donald Trump ishte se fitohet me takimin. Me takim. Pse? Sepse këta gjetën, se këta dhe studiojnë, kanë edhe mundësit nga studimi të gjërave që testojnë. Këta gjetën se me takime individuale arrin të ndryshojnë 1/3 e mendimit të atyre që nuk janë dakord votojnë për ta. Pra, solli një sëri risish, një sëri mendimesh dhe ka personat në parti që e monitoron non-stop. Tani kontrata, edhe kontrata. Është $1 milion? A do futeni te programi, ti lëm 30 minuta programit? Zoti Berisha, ndryshimet në fushat padyshim janë shumë të dukshme, sepse nuk kemi me atë Berishën agresiv, me një gjuhë shumë të ashpër, një Berish që nuk është përgjigjur retorikës së palës tjetër,
sado që është përdorur metafora, është përdorur shpesh edhe ofendimi, bufi etj. Sërish opozita ka zgjedhur të mos kundërpërgjigjet, por të ndjek një fushat thellësisht pozitiviste që nuk është në natyrën tuaj politike. Dhe besoj që ky mund të jetë kontribut i qasjes së re që ka prodhuar konsulenca. Megjithatë, mendoni që ky lloj elektorati, i cili është mësuar ta shikojë politikën gjithmonë në një ngërdheshje palësh, e ka mirëpritur këtë fushat, një. E dyta, ju jeni përqendruar thellësisht tek projekti. Ndërkohë që politika është polarizuar, këtu nuk thuhet as kush do fitoj PS apo PD, por Rama apo Berisha, pra është përqendruar në vetëm dy emra. A shikoni nga kontaktet ju dhe ekipi juaj të përditshme me qytetarët që programi është absorbuar nga njerëzit ndikohen nga programi, apo kush ka ndarë mendjen të votojë Sali Berishën, do votojë Sali Berishën, kush do të votojë Ramën, të votojë Ramën. Dhe e treta, kush doj mund t'i përgjigjet, në pamundësi që në këtë kohë të shkurtër të mund të renditen të gjitha detajet e programit, mund të bëni ju një listë. Jo, 2 pikat kryesore, se po u shpërndam pëse. Pikërisht pra. 2 pikat kryesore që janë 2 shkrullat kryesore. Apo deri në 5. Kush janë arsyet se përse shqiptarët duhet të zgjedhin Partinë Demokratike dhe aleancën e saj në këto zgjedhje? Hop, fillon përgjigjet nga e fundit. Spari. E vërteta është që ajo është e vërteta ajo që thoni ju. Unë kam zgjedhur gjuhën me cilën mendoj dhe besoj se përcjell më mirë tek qytetarët shqiptar atë që unë e kam quajtur programi më i mirë i jetësime. Kur unë nuk kam paraqitur para shqiptarëve gjerë sot një program të tillë. Program i një pune 3 vjeçare, i verifikuar dhe i kontrolluar, i shqyrtuar nga 2 fondacione të mëdha, më të mëdha në botë, Heritage Foundation dhe Adenauer Stiftung, kanë punuar ekspertët më të mirë dhe natyrisht që ka të gjithë eksperiencën time. Të gjatë. Sa e absorboj njerëzit? Pra, unë në këtë program me besoj se duke dashur që të bindë shqiptarët se nuk është një program partije, është një program për çdo shqiptar, jam përpjekur të gjej dhe gjuhën që tu drejtohem mbar shqiptarëve. Dhe unë kam kënaqësi, ju them një gjë, unë isha dje në Elbasan për shembull. Dhe disa më thanë, kishte shumë socialist në takim. E vërtet kjo. Edhe kjo më gëzoi mua. Unë nuk e kam duhet të bind. Sot i Berisha po jeni kryetar publik, kudo që keni shku ka 30 vjet ju vinë të gjithë, dalin për t'ju pa njerë. Edhe socialistët dhe demokratët, s'ka lidhje me votën. Së dyti, kundërshtarit tani të flasim, ka zgjedhë kësaj here jo modelet e vjetra të bardhëzisë, a i shkon të zi gjithmonë. A i ka patur praktikën e Frankensteinit, e cila qëndron vetëm sulme ndaj kundërshtarit dhe sulme të egra. Ky ka bërë sulme ndaj kundërshtarit dhe vetëm sulme. Po ka zgjedhur dhe ta quajmë grej, një fushë, jo bufi, po bufi ishte nderim i madh, ai nuk kuptoi se ç'ta se ai bufi. Pyeti një zoj. Bufi ishte simboli i Athinas, i Minervës. Po ku ta marrim sa më tha, po jo. Ai më nderoi më shumë. Po prandaj e tha ai buf kënete pasaj që ta çonte te të gjithë princeshat dhe prendreshat e botës do të majnë portretin tim sipas Ramës. Mund të fitojmë kohë dhe të nxjerrim ato që janë më të rëndësishme. Ai kaloi në një lloj fushate banale, ta quajmë. Ja tha humor, jo, banale është ajo, ishte një gjë shumë e shplar, të themi të vërtetën, a kupton? Mendoj se në atë mënyrë do të zhvlerësoj për pjekjen e madhe tonën për program, për të paraqit program. A i kërkoj që me këto të gjitha ato terminologji sa që shkoj edhe në shprehje tipike të diktatorve, hitleriane mund t'i quajmë, moduriane, autik, nuk thoj kur. Autik, ajo ishte të mërësishme. Kërkoj falje për atë. Falje minut. Edhe ai s'para kërkon falje. E ke modurën. E ke Hitlerin me aktin eugenik.
E disa në sot, më fale, e disa në sot, dje po lexoja në Amerikë, kanë arrit 1,38. Jem dakord dhe nuk ishte, a i kërkoj falje për atë dhe vetë. Jo, kërkoj falje, së falja jo. Kush janë 5 pikat kryesore, tha mentori, po më rendit 3 pikat. Tani programi, më falë. Kush janë 3 kryesore të Berisha? Pikat kryesore të programit. Se unë kisha dhe i pyetje tjetër, po dalë për 2 shtyllat kryesore. Po. Së pari, t'ja u kthejmë parat qytetarëve, dhe më falë ta shpjegoj. Në vitin 2013, kemi lanë një rrogë minimale 220 euro, kemi lanë një pension mesatar 123.000 lek. Ishin më të lartat, se të gjitha vendet të rajonit përfshi Bullgari dhe Rumani, që ishin vende antarët Bashkimit Evropian. Nuk ishin shumë, po ama ishin më të lartat. Tani, dhe keni më fani, keni cili do që do nga ju lutëm, merrni studimin e grupit të Bostonit. Grupi Bostonit është një grup ekonomistësh mjaft me reputacion. Ka një parathanje të Tony Blair, a i studim, në cilën Shqipëria rënditet e 4ta në botë për shpërndarjen e mirë të taksave, të ardhurave. Në gjithë nivelin e shoqërisë. Jo nivelin lartë, në gjithë nivelin e shoqërisë, po. Shpërndarja është një vend afrikan para Shqipërisë, është Zvicra e para, me fjalë, ka po, merrni, futuni në Google gjeni, Boston Group. Tani, arritëm e dorëzuam. Një gjë tjetër, Shqipëria shtohej çdo vit në numër banorësh. Këto 3 gjëra. Thjesht s'po marrë të tjera. Çfarë ndodhi? Ndodhi që Malazezi që ishte, që mirëte 138.000 lek, tani merr 450.000 lek pension. Ndodhi që Rumuni, që kishte, shifni në Google, kishte 830 lej rrogën minimale, tani e ka 3.300 lej. Pse? Fare thjesht. Një pjesë e mirë e buxhetit ju kthehet qytetarëve. Kurse këta kthyen diçka, po kthyen aq pak sa ishte të merr. E do të themi gjë. Për të ndjekur kursin e inflacionit dhe të çmimeve të ushqimeve, pensionin në Shqipëri sot duhet ishte të paktën 390.000 lek. Sepse çmimet këtu rriten dhe janë më të larta se në Itali, më të larta se në Greqi. Çmimet e ushqimeve bazë. Me Greqi po më të larta. Bazohet në këtë parim. Kthimin e parave, ndaj kemi shpallur. Pensionet minimumi jetik, 200 euro për çdo shqiptar. 1, 2. Pensioni minimal 200 euro. 3. Rroga minimale 500 euro. 4. Rroga mesatare 1.250 euro. 5. Rroga e mësuesit 1.500 euro. Më falë, kjo e para. E dyta. Nuk është kjo. Kjo është një akt. Po të quhe si duesh, por i etik. 2. Këta që marrin pension dhe rrogat ulta, këta do kenë 20% zbritje, do marrin të vëshën mbrapsht me dorëzimin e faturat për 20% për të gjitha çmimet e gjërave bazë. 3. Shqipëria do të adaptojë. Gjendja katastrofale e sistemit shtetësor është akuza më e rëndë që mund t'i bëhet këtij shteti. Është akuza më e rëndë. A e morët vesh, është instituti statistikave, jo unë, instituti statistikave që deklaroi 3 javë më parë, më falë Blendi, se është shumë rëndësishme, që shqiptar shpenzojnë 820 milion euro në vit për kujdes shtetësor nga xhepi i tyre. Nga xhepi i tyre shpenzojnë gjithsej për kafshat e bukës, për bukën pa ushqime tjera, 220 milion. Pra, atër çfarë do bëjmë? Do marrim listë e rimbursimit që ka Italia, do ta rimbursojmë 100% për qytetarët shqiptar. Do kushtoj patjetër. Por nuk do të cilë nga xhepi 820 milion. Unë nuk thëmë se s'do paguaj diçka se ka... Por të paguajnë 820 milion, të merë 4 herë më shumë se Gjermani, 4 herë më shumë se Italiani, 4 herë më shumë se Francezi. Qa është kjo, më topë? Qa është shteti është ky?
Ky shtet që i rjepi, edhe gjojë, më falë, se duhet përdorë se të ashtu. E di që thoshte? I thoshte gazetarit, zoti Fevziu, i thoshte, po, ishin, se i tha, por t'i ke përbush, se si falas, po tha, ishin 650.000 pas sigurime shoqërore, po se djeti janë pas sigurime shoqërore, ku jeti, qa edhe ti, nga marë se edhe ti, ku e premtove? Ja, pra, tjetër, kjo ishte linja parë. Linja dytë, çdo shqiptar një mundësi, po një mundësi absolutisht. Biznes i vogël, energji do e pagoj 6 lek, jo 18 lek. Biznes i vogël, hapësirën publike do e pagoj jo 1.500, po 120. Biznes i vogël, tarifat e ujë do i pagoj me gjysmë plotësimit. Biznesi tjetër do pagoj 10%, jo 23% atim fitimin. Do pagoj 15% të vëshën, jo 20%. Do pagoj energji 6 lek edhe ky. Po, tjetër, do thjeshtohen të gjitha procedurat burokratike. Fermeri do ketë 5 fishën e subvencioneve. Po si mund të egzistoj ajo, më falni, kur fermeri ti në Macedoni, apo fermeri ti në Prizren, Kosovë, merë 5 herë më shumë për bim, 5 herë më shumë për kafsh, 5 herë më shumë për prodhim. Po qarë është ajo, që ku jeti, si e nëzore Shqiprin ti nga harta? Po mirë, ka gjë që nuk shkon të tani, ull taksat, shpenzon e fa dikush të studie shumë bukur. Programi i PD-s është aq i mirë, tha, aq i mrekullueshëm sa është i pasbatueshëm. Më fal një minutë, do ta po them. Po çfarë më ndodhi mua me këtë? Prandaj thash, këtu kam dhe eksperiencën që është e vërteta. Uzus të plura docentit, dhe kësaj here do ta nxjerrë këtë. Eksperjenca të mëson shumë. Kur në vitin 2006 ne vendosëm taks të vëshën e shesht më të ullët në Europë, Fondi Monetar u ndal nga ne. Jo, tha, nuk u ndjekim. Sepse ju mund shkonin katastrofë, miru thash. U nda, është me dokumenta. Pas 6 muajsh, ne morëm $300 milion më shumë, euro në atë kohë me shumë taksa. Taksa e shesht i rritit ardhur, kjo është vërtet, kjo është vërtetuar. Pa të drejt. Që bëm ne? Ja lam po biznesi dhe ulem më shumë taksat. Ndaj dhe ne, nuk esim shtekt pa njohur. Ne kemi rrugë këte. Por ama, a e di disa, shiko, këtu ndërtimi është i të merë. Tja u themi gjë, do më thëram thonë. Nuk ble do të kush një apartament. Ju nuk e di a pyrsni apo jo, po çmimet e ndërtimit janë çmimet më absurde që mund të eksoj. Po a e di që shnot, sepse ky ka kaluë taksën që ishte për preventiv, për kosto, e ka kaluar me çmim shitje. Dhe nga 2% e preventivit, që ishte e çmimit shitje, e kostos, e ka 10% të çmimit shitjes. Zoti Berisha, më bëj një pyetje rreth programit. I këput nërtusi, dhe nërtusi ja u marrë një gjithë qytetarëve. Jo më me naftën, kë ka një punë naftë. Naftës, i jep 1.1 euro, unë s'dit këtë vend tjetër në botë. Po e naftën e këshesin me 1 euro shesin janë me 10 vende që shesin 1 euro në pompa. Ky i vend taksën 1.1 euro, dhe pastaj nafta shkon qiu. Berisha, ka dhe taksën e qarkullimit dhe çmimit naftës. Jo, priti minutë, se të mbaroj pak. Kam edhe 2 gjëra. E futet ju çmimin e taksën e qarkullimit dhe çmimit naftës. Fermeri do ketë subvencione një lloj, nuk them sa francezi, as gjermani, sa fermeri Maqedonisë së Veriut, i Kosovës, i Serbisë. Tjetër, të rritë, Shqipëria po mbetet absolutisht parini dhe treguesi që dha OKB-ja 10 ditë më parë se ne sot kemi tregues të lindjeve më të ulti në botë për shkak të emigracionit, është sirena më alarmuese që mund të bjerë për çdo shqiptar. Ne sot, nga viti 2019, nga viti 2019, gjerë në vitin 2025, dominojnë ndjeshëm vdekjet milinje. Shkon matë, 13 lindje, shkon ersek, 1 lindje në vit. Si do i bërë? Ska qifte të reja, kush do lindje? Më falni, atëherë, shtëpit bosh, shtëpit pa fëmijë, shtëpit pa djep, ku qartë ardhë me katë në kom?
Ky kom zhduket si të zhdukur kombe një Si do i boni, zoti Berisha, si do i boni këto të rinj që keni këtu? Do edhe këtë për këtë çfarë do bëjmë nëse kemi një politikë. Zoti Berisha, një ne pyetje këtë e konsiderojmë për programin. Ne këtë konsiderojmë. Shumë saktë që thoni. Kryesor për shpëtimin e kombit. Si do i boni këto të rinj që janë këtu që mos largohen? Atë ç'do bëjmë ne? Dhe ata bashkëpunëtorët e tyre që janë larguar të kthehen, si do i bëni? Pagu me bonus 70 euro. Fëmia i dytë me bonus 60 euro. Fëmia i tretë paguhet nga lindja gjerë në 23 vjeç, tërësisht nga shteti. I katërt i një lloj. Përveç kësaj, zero analfabetizëm. Analfabetizmi po rritet në mënyrë të frikshme. Po rritet, është vërtet. Tjetër, arsimi mesëm i detyrueshëm. Po shkon 25-30% atyre që mbrojnë 9 vjeçaren, nuk ndjekin më arsimin e mesëm. Tjetër, shkolla partneriteti plot me sipërmarrjen. Do me thamë, universitetet do të funksionojnë në partneritet me sipërmarrjen. Zoti Berisha, do krijohet fondi kombëtar Startup Albania për të rinjt, ku çdo i ri do përfitojë 5.000 euro për të nisur biznesin e tij. Ku qeveria, shteti do paguajë sigurime shoqërore sipërmarrësve për çdo të ri të punësuar. Ku shteti do ul taksat sipërmarrësve që kanë preferencë për të rinjt 70%. O do bëjmë ne një betejë me çdo çmim për të majtë këta të rinj në Shqipëri dhe për të patur të ardhmë, për qenë këta e ardhme ajon, për të ndërtuar këta të ardhme në këtë vend, ose ne ecim drejt zhdukjes së sigurt. Zoti Berisha, një pyetje. Domethënë